بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Në mësimin e kaluar, në ndihmën e Allahut Azza wa Jall, përfunduam një temë e cila ishte sahwi sejdja. Dhe në ato hadithe që ka përcjellur Imam Abdul Ghani al-Maqdisi, Allahu mëshiroft, u trajtua tema rreth gjykimit saj kur gabimi ndodh brenda namazit, shtes pra e shtohet ose kur mangësohet. Dhe tham, dhe u përmend tek hadithet, dhe e ka përcjellur Sheikh Abdullah al-Bassam, Allahu mëshiroft, disa rregulla rreth saj, që kur ndodh që bëjmë mangësi brenda namazit, atëherë sahwi sejdja bëhet para selamit. Kurse kur bëhet shtes, atëherë sahwi sejdja bëhet mbas selamit. Pra dy sejdë. Është pyetur Sheikh Abdul Aziz bin Baz, Allahu mëshiroft, në lidhje me këtë temë, dhe kur i kanë thënë që nëse ndodh që ngatrojmë, pra kur ndodh që bëjmë mangësi dhe nuk e bëjmë para selamit, po e sjellëm atë mbas selamit, ose e kundërta për shtesën, ka thënë nuk është problem, pra që nuk do të thotë që duhet ta ripërtërish dhe ta sjellësh prap nëse ti gabon radhën e kësaj, mjafton që të bësh sahwi sejdën, qoftë ajo edhe mbas selamit. Prandaj ta kemi si rregull të përkufizuar që nëse njeriu, dhe tham dhe këtë, që nëse njeriu pra bën shtesë, e bën mbas selamit, nëse njeriu bën mangësi, e bën para selamit, dhe tham që sahwi sejdja është për atë gabim i cili dhe gjykimin e namazit, pra rregullat e namazit, është detyrë. Tham që e rikuperon dhe nuk ka nevojë ta risjellësh atë. Kurse për ato veprimet të cilat janë shtyll, është domosdo risjellja e saj, pra ta veprojmë atë, pastaj të sjellim dhe të veprojmë sahwi sejdë. Shpresoj që përkufizimi do të jetë i qartë dhe inshallah sonde do të hyjmë një temë tre, e cila është babul mururi bejne yaday al-musalli. Pra, në këtë temë ose ta përkthem, është pra të kalosh para namazfalësit dhe sutrës tij. Në këtë hadith që do përmenden më shpesh Allahu Azza wa Jall në këtë temë, do mësojmë se si çfarë gjykimi ka ky vepër, rreziku që mbart kjo, dhe krahasimin e përmendur në hadithe që tregon se vepruesi i saj krahasohet pra me atë person i cili sikur ta dinte që dëmin që i shkakton namazfalësit dhe rrezikun që mbart kjo vepër, e cila ka krahasuar hadithi i dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, që thotë do qëndronte në atë pozicion 40 ditë ose 40 javë ose 40 muaj. Dhe po e përshkruaj pak kështu dhe do ta kapim inshallah me mësi. Kjo lloj përcaktimi me ditë ose javë dhe me numër, thon ulemat se nuk tregon asgjë. Që do të thotë që normalisht njeriu nëse bën këtë gabim duhet të rrihet 40 ditë. Jo. Problemi është, ose ajo që mbart ajo është se siç e ka përcjellur thot Allahu Azza wa Jall në librin e tij, in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum. Pra, o Muhammed, sikur ti të kërkosh falje për ata 70 herë, Allahu nuk do t'ia falë. Pse? Sepse ata vdiqën me kufër. Që do të thotë edhe ti sikur të përpiqesh 70 herë në kërkuar falje për t'ju falë atyne që kanë në këtë rast pra prindrit e tij,
Allah azza wa jalla ka përcaktuar për ta këtë lloj gjykimi. Andaj, qoftë 70, qoftë 40, qoftë 50, qoftë 100, ajo pra nuk ka vlerë. Ose një hadith tjetër që e përcjell që është i saktë nga Ibn Hibani, gjithashtu Ibn Majah, që e transmeton hadithin Abi Huraira radhiyallahu anhu, thot: "La kana an yaqifa 100 amin khayran min al-khatwati allati khataha." Do të ishte më mirë për të që të qëndronte 100 vjet pa kaluar para namazfalësit dhe sutrës tij, se sa të kalonte përpara tij. Pra këtë hadithe ka përcjell Sheikh Abdul Ghani al-Maqdisi dhe ajetin për treguar që nuk do thotë që pra me demek nëse qëndron kështu shlyhet ajo. E gjitha është kjo që ajo që i shkakton ti namazfalësit, siç e përcjell Sheikh Abdul Ghani al-Maqdisi, sepse ai i drejtohet Allahut azza wa jall, i dorëzuar ndaj tij dhe adhuron atë. Në çastin e parë që ti tenton të kalosh, thot ti e largon atë nga kjo gjë e cila është pra kusht në namaz. Përqendrimi, kemi thënë që është kusht e namaz. Pra ti i shkakton atij rrëzimin e namazit. E kur ti pastaj insiston, sa hadithi do vi që don të kalosh me forcë, akoma dhe më e rrezikshme. Dhe ta di që gjunafi që mbart kjo lloj vepre, atëherë ti do ta mblidhsh veten dhe do qëndrohesh aty pra pa kaluar, pra qof namazi ti kaq i gjatë. E krahason atë pra me ditë, me javë dhe me muaj. Hadithi me numër 103. Edhe ky është një sukses për Allahut azza wa jall, që na e ka lehtësuar që të marrim nga ky libër pra i mrekullueshëm që përmbledh hadithet dhe të lexojmë në të pra kemi vajtë deri në këtë numër 103, sikur neve gjithkush prej nesh të jepte rëndësi dhe të mësonte sikur një hadith për çdo temë do të dilte të paktën me 70 hadithe si zbukurim në veten e tij me argumenta. Dhe s'ka dyshim që kjo është porosia që porosisin ulemat dhe unë do doja që të porosisja ju që në çdo temë mundohuni që një hadith pra ta merrni dhe ta mësoni atë përmendës që ta keni si armën tuaj ndaj ignorancës. Atëherë, an Abi Juhaymin ibn Simmati al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. Pra transmetohet nga Abi Juhaymin se Allahu qoftë i kënaqur me të, ka thënë dërgumi i Allahut sallallahu alaihi wasallam, sikur ta dinte ai që kalon përpara namazfalësit si gjuna, atëherë do qëndronte në këmbë i ndaluar 40 ditë ose 40 javë ose 40 muaj pa kaluar midis tij dhe sutrës. Dhe qala Abu Nadr la adri qala 40 yawman aw shahran aw sanatin. Pra një nga sahabit që ka qenë prezent thot, nuk e mbaj mend, a ka thënë Abi Juhaymi 40 ditë apo 40 muaj apo 40 vjet. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, e transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslim. Kuptimi i përgjithshëm, thot Sheikh Abdullah al-Bassam për këtë hadith është se ai që falet qëndron para Allahut duke adhuruar atë. Dhe kur ti i hyn përpara tij dhe ja ndërpret të gjë, e shpërqendron, prandaj thot hadithi e ka përshkruar me këtë përshkrim pra vërtet që mbart një rrezik dhe një gjunah i cili me zor të shlyhet, me zor të shlyhet. Dhe personi i cili e vepron këtë vepër do preferonte të qëndronte në vend pa kaluar dhe pse kjo kohë është kaq e gjatë. Edhe pse kjo kohë është kaq e gjatë. Sepse njeriu e ndërpret personin i cili është në namaz nga një vepër e cila është adhurim ndaj Allahut azza wa jall. Ai duke qenë i përqendruar ndaj Zotit të tij në adhurimin që ai po kryen, atëherë ti bësh shkak që ta largosh atë nga ky përqendrim e cila është në gjykimin e namazit shtyll. Ndaj shtylla
e rrëzon, pra bie poshtë, atëherë bie edhe namazi. Dhe për këtë arsye pra ka këtë lloj rreziku. Dobi që përfitohen nga hadithi, thotë Sheikh Abdullah al-Bassam, është se kalimi përpara namazfalësit dhe sutrës tij është e ndaluar. Po të gjitha këto rregulla lidhen me namazfalësin dhe personin që e kryen. Nëse njeriu merr sutre, atëherë ky lloj hadithi hyn në fuqi për atë person që e vepron. Nëse njeriu nuk merr sutre, pra pengesë midis tij dhe namazit tij, atëherë nuk hyn në fuqi ky lloj rregulli ndaj atij personi që e bën. E para, e dyta, nëse njeriu falet në vende ku është vend kalim ose vende qëndrimi për njerëzit, prap ky rregull nuk pra shfuqizohet për atë person I cili I kalon atij përpara, sepse ai po falet në një vend ku bëhet shkak që t'i pengojë njerëzit që të kalojnë ose që të qëndrojnë. Prandaj njeriu duhet kujdeset që namazin e tij ta falë atë tek një vend I cili pra nuk bëhet shkak për të kaluar njerëzit përpara tij, ose nëse është e pamundur, atëherë të marrë sutre dhe të pozicionohet në një vend ku është pra jo pengesë e qartë. E dyta, duhet që t'jemi të vëmendshëm dhe mos të kalojmë midis tij dhe sutrës, sepse pra paralajmërimi është shumë I qartë për këtë vepër. Pra mbasi ai ka marrë kushtet dhe vetë namazliu dhe vetë falet ku doj ai dhe pastaj thotë që pse më kalova përpara. Është kërkuar që mos të falemi në vendet që është kalim për njerëzit dhe po ashtu si vend qëndrim, sikurse e përmenda më lart. Gjithashtu përcaktimi me 40 ditë apo 40 muaj apo 40 vite nuk ka për qëllim se ky rrezik, pra kjo gjë që ti shkaktove, duhet që të qëndrosh aty I ngulur, por se tregon që vepra jote, pra ose ai që shkakton ti, është shumë e madhe për atë që I shkakton namazfalësit, ndaj ruhu dhe kujdesu që të mos ta veprosh. Tham, hadithi që përmendëm më lart dhe ajeti tregon qartësi që nuk është pra me ditë. Gjithashtu pika 5 kanë thënë ulemat se nëse ndodhesh në xhamin Mekka, në Qabe, në Haram, ndryshon rregulli sepse është e pamundur që të marrësh këtë rregulli në mënyrë rigoroze. Dhe është pyetur Sheikhul Islam Ibn Taymija, I kanë thënë nëse ndodhemi në xhamin Qabe, atëherë ky lloj rregulli është I njëjtë, pra kështu veprohet, apo bie. Ka thënë që imami që nëse ndodhesh në Qabe, mundohu më sa të mundesh që të marrësh një pozicion ku ti, domethënë ruhesh. Ama nëse nuk ka, është e pamundur, atëherë falu, dhe nëse kalon grua, dhe nëse kalon mashkull, të dy e gjinit nuk ta prishin ty namazin dhe ata nuk marrin të lloj gjunahu tek Zoti I tyre. Kaq për këtë hadith. Hadithi vijues me numër 104. An Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان رواه البخاري ومسلم. Pra transmetohet nga Abi Sa'id al-Khudri, sahabiu I nderuar, se thot kam dëgjuar dërgumin e Allahut sallallahu alaihi wasallam të thot, nëse ndonjëri për jush është duke falur dhe ka marrë sutre, dhe dikush don që të kalojë midis teje dhe sutrës tënde, atëherë thot pengoje atë. Dhe nëse ai të lufton, atëherë thot vrite atë. Sepse ai është shejtan dhe don që të prish namazin tënd. E transmeton Imam Buhari dhe Imam Muslim. Atëherë, besoj se ju e keni dëgjuar këtë hadith dhe s'ka dyshim tek ligjëratat që keni prezantuar tek vëllezërit e tjerë. Kur thot hadithi dhe fjalët e dërguimit të Allahut sallallahu alaihi wasallam,
se vriteni atë sepse ai është shejtan. Thonë ulemat që nuk është për qëllimi kjo pikërisht, por se qëllimi për këtë është thot ta luftosh atë, ta mbrosh namazin tënd, duke ju afruar sutrës dhe ta pengosh njeriu dhe me forcë, po jo me demek ta vrasësh. Dhe thot, qëllimi për këtë fjalë është, nëse ndodh kur ti afrohesh sutrës me sa të mundesh, dhe ai prap don që të kaloj para teje, dhe ti e largon atë me krah, dhe ai bie dhe mund të vdes, ti thot s'ke asnjë lloj gjunahu tek Allahu Azza wa Jall ndaj atij i cili vdes, sepse ti e morë shkakun dhe mbas kësaj është ai i cili insistoi që ta bëj këtë. Për këtë pra është fjala, dhe jo nuk do thot kjo që me demek gjuhi, godite ose plagose për atë që don të bëjë ai. Po nëse ndodh kjo vepër, ti nuk ke përgjegjësi nga ajo që shkaktohet. Dobia që përfitohet nga ky hadith, dhe këto janë shumë dobi, e para është se sutra është në gjykimin ton, në gjykimin shariatik, është sunat dhe jo detyrë, dhe jo shtyrë, dhe me demek bie namazi. Sepse ajo të pengon ty nga ajo gjë e cila lidhet me dënimin që merr njeriu në përshkrimin e hadithit. Pra, nëse ndodh që njeriu, po themi, se ka marrë sutrën ose e merr sutrën, dhe vjen njeriu dhe sulmon, don që të kalojë me zor, atëherë nëse ti afrohesh sutrës, normalisht njeriu pra nuk ka ku kalon, do të kalojë midis teje. Por dhe pse kjo është shkakton këtë lloj gjëje, gjykimi i saj është sunet. Gjykimi i saj është sunet. Duhet t'i afrohemi sutrës që mos na kalojë midis nesh dhe asaj asgjë dhe askush. Asgjë dhe askush. Dhe thonë ulemat që qëndrimi midis teje, pra ti si namazfalës dhe sutrës, po duhet që tjetë pra ajo pjesa ku është ashtu, gati një parakrah. Dhe jo më shumë pra sa të kaloj një qinç ose një dash nëse quhet ashtu. Pra ajo duhet tjetë ajo pjesa që lihet pra pa ju afruar sutrës. Sepse nëse ne i qëndrojmë larg sutrës, ajo bëhet e pa vlefshme. A nëse ne i afrohemi asaj, për çdo lloj lëvizje, ti je gati që të veprosh dhe mos ta lesh tjetrin që të hyjë në dënimin e këtij hadithi, po gjithashtu edhe ti je më i përqendruar në namazin tënd. Treta, kur njeriu ka vendosur sutrë, atëherë kalimi midis tij dhe asaj pra, bëhet haram. Sepse është shejtani midis teje dhe namazit që përfal besimtari. Midis teje ai personi i cili don që të kalojë. Dhe bëhet e ndaluar pra kalimi yt kur shef sutrë. Bëhet e ndaluar. E katërta, e pengojmë atë që do të na kalojë si fillim me lehtësim, pra jo me forcë. Thot ulemat, i japim atij shenjë, pra dorën, që të kuptoj që unë po falem dhe mos kaloj midis meje. Nëse ai tenton që të afrohet, atëherë të lejohet ty që të afrohesh nga sutra me hapa, dhe kjo është një veprim brenda namazit me shkak, dhe s'ka asgjë dhe nuk ul vlerën e namazit tënd. Pra nuk ka ul shpërblimin tek Allahu Azza wa Jall. E nëse njeriu pra ti afrohesh pak me dorë, gjithashtu e ke edhe dorën, nëse njeriu pra të sulmon, do të thotë që don që të kalojë me zor aty, atëherë afrohesh në gjithë me sutrën dhe personit kaloj mbas teje. E nëse ndodhe fundit dhe më e keqja, siç e tham që ai don të kalojë se s'bën aty, që i bie që të jetë shejtan, atëherë luftoj atë pra. Shtyje me forcë, pa folur. Nuk bën që të folësh, po shtyje me forcë që edhe më të dyja duart që të largohet nga ai kalim. Edhe çdo që të ndodh, siç e tham, pra ajo nderi e tij bie.
Sepse ne kemi ndaj besimtarëve nder, dhe nuk i sulmojmë ata, nuk i shajmë ata, nuk i ofendojmë ata, nuk i përgojojmë. A nëse ndodh kjo, atëherë veprohet me këtë veprim. E pesta, nëse ndodh nga shtytja jote me dorë, të vdes ai person, ti nuk ke përgjegjësi ndaj tij tek Zoti i Madhërisëm, siç e tham dhe më lart. Urtësia në pengimin e tij është që ky person mos të bij në këtë gjunah. Mos të bij në këtë gjunah. Dhe nuk është për qëllimi i tregu atij krenarinë tënde apo forcën tënde. Këta rregulla dhe ky paralajmërim është për atë person i cili e vepron, kur personi ka vendosur sutra. E nëse jo, atëherë personi që kalon midis teje nuk merr gjunah, sepse ai nuk e ka me qëllim që të kaloj ty. Sepse nuk shikon sutra. Dhe nuk është punë se po të synon me të kalu midis teje dhe sutrës. Pra kur ti nuk e merr sutrën. Kur e merr sutrën, atëherë merr të rregulla që përmendën në këtë hadith. E teta, pengimi bëhet me të lehtë dhe nuk shkon direkt ke ashpërsia. Pra njeriu nuk duhet të shkojë direkt tek forca dhe ta shtyjë në namazin tënd. Në fillim pra i bën me shenjë, të dytën afrohesh afër sutrës derisa ngjitës fare me të, e nëse personi don të s'bën që të kalojë midis teje dhe sutrës, atëherë shtyn atë me forcë. Ulemat thonë, nëse të kalon, mos e pengo atë dhe mos e tërhiq, sepse i bi që të kthehet prap në veprën ku ishte dhe ta bëja të kalim 2 herë. Ta nëse ndodh që midis teje dhe sutrës personi të kalon aq me shpejtësi sa ti s'është se kishe menjen me pa se çfarë po bëhet, a kupton? Personi kalon, atëherë mos i bëj atij me shenjë ose mos e kap te rrobja për ta rikthyer prap, sepse i bie që ta bëja gjë 2 herë. E 10-ta, namazfalsi ngarkohet me gjuna kur ai bëhet shkaktar që t'i kalojë, si duke u falur aty dhe ai vjen pra, duke qenë kjo rrugë ose vend qëndrim siç tham neve, nga një vepër që ti e bën për hir të Allahut Azza wa Jall si adhurim, ti bëhesh shkaktar që të marrësh gjuna kur ti falesh në rrugë, po themi, siç është ajo aty dhe ti ja shkrep direkt futesh aty. Jo, merr masat që mos bëhet shkak që njerëzit pra të binë në gjunahe. Dhe gjithashtu dhe ti merr gjuna. E 11-ta që përfitohet nga hadithi është se lëvizja brenda namaz për të përmirësuar namazin është rregullt dhe nuk pra është e lejueshme dhe nuk merr gjuna. Pra si të afrohesh nga sutra, siç tham neve në këtë rast, gjithashtu ti edhe ruan namazin tënd, edhe ruan veprimin e personit që do të na kaloj përpara nesh. Kaq për këtë hadith dhe hadithi vijues عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار آتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار. Pra transmetohet nga Abdullah ibn Abbasi, sahabiu i nderuar, se ka thënë isha hipur mbi një gomar dhe po shkoja tek i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, i cili ishte në Mina, pra ishte në haxhin e lumtumirës. Një nga adhurimet që bëhen brenda haxhit është qëndrimi në Mina. Dhe Abdullah ibn Abbasi po shkonte me kafshë tek ai dhe i gjeti dhe thot unë në atë kohë sapo kisha hyrë në moshën madhore, pra ishte i ri. Dhe e gjeta dërgumin e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke u falur në namaz në pozicionin pra në Mina. Famarartu bayna yaday ba'd as-saf fanazaltu فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. رواه البخاري ومسلم. Dhe me gomarin tim i kalove thot namaz falsët në safet që ishin rreshtuar dhe eca dhe dole në krahun tjetër. Qëndrova, e lidha dhe u ktheva dhe u futa në namaz me ta. Dhe askush nuk më qortoi për këtë veprim. Qartëzi, Rawah al-Bukhari u Muslim,
qartësi në këtë hadith pra do të jetë tema rreth sutrës. Sutra e imamit, a është sutra për ne, apo çdo kush prej nesh duhet që të marrë sutra në namaz kur jemi me xhamat. Hadithi është shumë i qartë që si e transmeton Abdullah ibn Abbasi, i cili ishte i hipur mbi gomarë dhe kalon pra përpara namazfalësve në safe, dhe jo përpara dugimit të Zotit sallallahu alaihi wasallam. Dhe mbasi unë kryva këtë veprim, askush nuk më qortoi. As sahabit, të cilët ishin më të mëdhenj se Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu dhe s'kishte njohuri Abdullah ibn Abbas për këtë çështje, dhe sahabët e tjerë nuk e qortuan sepse e dishin që kalimi përpara atyre personave që falen pranë safe, kur imami ka sutre, ajo është sutre për çdo kënd pas tyre, pas imamit. Dhe thotë se Abdullah ibn Abbasi, Allahu qoftë i kënaqur prej tij dhe për babës tij, kur sapo kishte hyrë këtë moshë madhore dhe shkon për tek i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe i kishin vajtur pra për të bërë haxhin dhe quhet haxhi lumtumirës, nuk është se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e dinte se pra do ndronte jetë. Dhe thot, vajta në Mina, i hipur mbi gomar dhe i pash ose i gjeta sahabët duke falur me imam të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe i kalova ato përpara, pra heca me gomarin tim dhe qëndrova, e lidha dhe u riktheva dhe u fala me ta. Dhe mbasi e mbaruam namazin, askush nuk mu drejtua me qortim, as sahabët që ishin përreth, dhe as i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe ajo që përfitohet në këtë hadith, thotë Sheikh Abdullah al-Besam, se kalimi i gomarit, sepse ka ardhur hadith për këtë dhe jo më kot, pra e ka përcjell Sheikh Abdul Ghani al-Maqdisi këtë hadith, sepse ka ardhur një hadith që gomari, gruaja dhe qeni i zi ndërpresin namazin. Atëherë, ky hadith i cili ka ardhur këtu, çfarë kuptimi ka, ose si mund të bashkohen hadithet dhe të nxirret gjykimi i saktë për to? Atëherë, nëse do të ishte ndaluar kalimi i gomarit para namazfalësit, atëherë dhe prishet namazi, atëherë nuk mund të qëndrojshin pa e përcjellur gjykimin e kësaj vepre as sahabët dhe as i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam pa na treguar neve. Por ajo që ka përfitohet nga hadithi, duke i bashkuar të dy, është se vlera ose rregulli që përfitohet nga kjo është që ti bëhesh shkak të ti shpërqendrosh ato në namazin e tyre, po jo që ju aprish namazin atyre. Sepse si thamë neve, Shehul Islamit e mia tha, kur je në Mekë, edhe nëse të kalon gruaja, edhe nëse të kalon burr, dhe është pamundur që ti të marrësh një sudrë, sepse xhamia është e tillë dhe njerëzit janë të aty të bindur, nuk prishet namazi. Nëse do prishet namazi, atëherë do na lajmëronte neve që namazi yt është i prishur dhe nuk bën, pra duhet ta falësh atë prapë. Ta tregon që vepra që bëhet në këtë rast, gomari apo gruaja, bëhet shkak që të ndikojë ty në përqendrimin në namazin tënd dhe të ulet, pra ajo përqendrimi yt dhe ul vlerën e shpërblimit të namazit tënd. Po jo që ta shprish namazin. Ta prish namazin. Normalisht që kjo i drejtohet pra me vrejtje personit që e ka kafshën, personit që e ka pra qenë në këtë rast, dhe personi që është femër që nuk duhet që ta bëj këtë vepër, përveç se në Mekë është arsyetuar që të kaloj midis namaz falseve. Mos qortimi nga ana e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam tregon se është e lejuar, sepse ai nuk e aprovon atë gjë e cila është e gabuar. Pra i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk e aprovon atë që është e ndaluar. Dhe tregon që namazi është i saktë dhe nuk përbën prishje për atë namaz. E katërta, ky hadith është argument se sutra e imamit është sutre për xhamatin pas. Sutra e imamit është sutre për xhamatin pas
dhe Imam Bukhari në librin e tij e ka quajtur bab sutratul imam, sutratun liman khalfahu. Sutra e imamit është sutra për çdo kënd që është pas tij. Dhe hadithi i fundit për këtë temë, an Aisha radhiyallahu anha qalet kuntu anamu bayna yaday Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa rijlaya fi qiblatihi. Transmetohet nga Aisha radhiyallahu anha se ka thënë, isha që fleja pra me dërgumin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe kur ai zgjohej për të falë namaz natë, i dërgumi i Allahut sallallahu alaihi wasallam u falte drejt këmbëve të mia. Fa idha sajada ghamazani faqabattu rijlayya. Kur shkonte në sejdë, këmbët e mia i kapte me dorë dhe i largonte dhe bënte sejdën. Wa idha qama basattahuma, dhe kur ngrihej nga sejdja, të dyja sejdët, i drejtonte këmbët e mia dhe shkonte në këmbë. Wal buyutu yawma idhin laysa fiha masabih. Dhe shtëpit në atë kohë nuk kishin ndriçim. Shtëpit në atë kohë nuk kishin ndriçim. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadithin e transmeton Imam Bukhari dhe Imam Muslim. Aisha radhiyallahu anha është ajo sahabie e cila ka transmetuar hadithin që e përmendëm më lart, që ka thënë, nëse qelizi, nëse gomari dhe gruaja kalon përpara personit i cili është në namaz, ajo ja ndërpret atë. Dhe me këtë hadith që sapo e lexuam më përpara, dhe hadithin vijues që tham, hadithi Aishës radhiyallahu anhu, bën që të kuptohen këto hadithe që nuk janë ashtu siç lexohen në aparencë. Pra, jo çdo argument njeriu nuk duhet ta lexojë dhe ta marrë dhe ta veprojë ashtu siç e shikon ai, por duhet që të mbledh hadithet e temës, pastaj të dali me një gjykim që nëse e kanë nxjerrë ulemat, e ndjek ato dhe pason. Po nëse është një grad ku ai mund të lexojë hadithet dhe i shikon ato, atëherë i mbledh gjitha hadithet dhe del me një gjykim. Sepse hadithet nuk përplasen me njëra tjetrën. Të jeni të qartë. Ato vinë sipas asaj çka ka ndodhur dhe të gjitha hadithet kanë atë qëllimin e vet. Dhe në këtë rast, hadithi Aishës radhiyallahu anha është i qartë. Si mund të falesh pra, duke e prekur gruan, që është gjinia femërore. Në momentin e parë që njeriu e prek, normalisht diçka ndjen. E dyta është drejt për drejt, është në sejdën tate. Ajo është e pa mbuluar, sepse është në shtëpi. Nëse do ishte ndaluar kjo, atëherë i dërgumi Allahu sallallahu alaihi wasallam s'do u falte në atë vend. Po do shkonte, do dilte po themi nga dhoma, se do u falte në një pozicion tjetër. Nëse do ishte ndaluar, do të vepronte në vend tjetër. Përderisa i dërgumi Allahu sallallahu alaihi wasallam ka bërë këtë vepër, atëherë tregon qartësi që është e lejuar dhe nuk prishet namazi. Nga ky hadith, thot Sheikh Abdullah al-Bassam, kuptohet se jawazi i'tiradu an-na'im bayna yaday al-musalli idha kana bihajatin qadik al-makan. Thot, siç veproi dërgumi Allah sallallahu alaihi wasallam që u fal në këtë pozicion ku dhoma ishte e vogël dhe Aisha radhiyallahu anha ishte në gjumë, atë çka veproi dërgumi i Zotit tregon që është e lejuar pra. Dhe nëse ndodh që ti të falesh me një pozicion, po themi për namazin detyrë, gjithashtu dhe namazin nafile, s'ka dyshim. Se ky është rregull që nuk mund ndryshojë. Po nëse na ndodh përderisa kushtet janë komplet ndryshe sot, dhe na ndodh që na kalon një grua, se ne themi që nuk lejohet ta prekë. Normalisht që ti s'ke për këtë qëllim. Po ama nëse të kalon përpara, atëherë ti është e lejueshme që të vesh dorën dhe nëse e prek atë, sepse ti po e ndihmon që mos bëj këtë lloj haram. Dhe namazi yt është i plot dhe nuk ndikon nga kjo vepër. Dhe nëse ndodh që na kalon përpara, atëherë nuk prishet namazi jot. Gjykimi pastaj për atë vepër të saj është tek Zoti i jon. Pra bën që të falësh përpara një njeriu që është në gjumë, pa sutre, kur vendi është i vogël dhe i ngushtë. E dyta, kalimi gruas përpara
personit I cili pra është duke falur, bën dhe nuk e ndërpret namazin e tij. Pra nuk themi namazi yt është I papranuar tek Zoti, merre dhe fale prap, sepse hadithi thotë që nëse të kalon gruaja, namazi yt është I prishur. Jo. Që thot hadithi yaktau ha thalatha, e ndërpret namazin 3. Gruaja qeni zi dhe kështu. Dhe e pyetën pse u qeni zi dërgumi I Allahut sallallahu alaihi wasallam, I thanë se ai është shejtan. Pra këtë hadith e bashkojmë me këtë hadith dhe hadithin që lexuam më parë, që nëse na ndodh, ne duhet ta ruajmë namazin ton, por nëse na ndodh namazi nuk prishet. Prekja e gruas kur jene namaz është e lejuar për këtë gjë. Po flasim për adhurimin, se dihet që lejohet ta prekësh gruan tënde, por kur je në adhurim është e lejuar sepse në mënyrë tjetër ti s'ke se si e vepron, pra sejdën padë. Jo që ti me demek don që ta prekësh, po e prek për shkakun e asaj që ti don të bësh. E katërta, kjo që ka ndodhur me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pra ishte për shkak të kësaj ambienti, pra dhomës ku flente me Aishën radiallahu anha, dhe këtu është tregues I qartë se si ka jetuar I dërgumi Allahut sallallahu alaihi wasallam, pra tregon dëshirën që kishte për ta adhuruar Allahun azza wa jall, për ta takuar Zotin e tij, pra me të gjitha të mirat dhe jo me të mirat e dynjas, por me të mirat e ahiretit. Dhe kjo është argument për ne që njeriu sado që është pra në të mira dhe gjërat që quhen pra zgjerime, le ta falenderojë Allahun azza wa jall, sepse po donte I dërgumi Allahut sallallahu alaihi wasallam, siç ka ardhur në hadithe tjera, I lutej Zotit dhe ja jepte të gjitha të mirat, por sa ai ju lut Allahut azza wa jall që ose zgjodhi që ai të ishte pra në adhurim ndaj Allahut azza wa jall dhe nuk zgjodhi dunjan, E pesta, këto lëvizje gjatë namazit janë të lejuara dhe nuk ndikojnë si mangësi në namazin tënd. Pra veprimet, jo vetëm ky veprim, po edhe veprimet tjera siç e kemi thënë në mësimet e tjera, si është për shembull nëse bie dera, nëse e mbani mend. E kemi bërë online tek Sifatus Salah. Nëse bie dera dhe s'ka askush që të merret me të, lejohet që ti të shkosh tek ajo, ta hapësh dhe kaq. Jo që më demek të hapësh dhe të folësh, ose ti thosh hajde mirë se erdhe. Ta hapësh që ai të vi brenda dhe kështu. Nëse ndodh që ke një enë në zjarr, lejohet që ti të shkosh dhe ta fikësh sobën, që mos shkaktohet ky lloj dëmi. Nëse ke një fëmijë dhe s'ka kush kujdese për të, ti je në namazin detyrë, se nafilen po themi, e ndërpret dhe shkon dhe mbaron dhe rikthehesh. Në detyrë, shkon dhe e ruan ose kujdesesh për fëmin, që mos të bie në atë rrezik. Dhe çdo lloj gjëje tjetër e cila është domosdoshmëri dhe duhet brenda në namaz, lejohet që ta bësh veprimin dhe rikthehesh në namazin tënd, pra dhe ti e ke shpërblimin plot dhe nuk bie vlera saj. Dhe thon ulemat që lëvizjet brenda namaz, sikurse është afrimi tek sutra, sepse ke marrë një sutrë njeri I cili është duke u falur dhe ai ikën dhe largohet, dhe ti afrohesh sutrës dhe mund të jetë. Kjo nuk është thot me mesafe, me kështu, me hapa, me metër. Ti afrohesh sutrës sado qoftë e larg, por lëvizjet e tua duhet tregojnë që ti je në namaz. Pra hecja jote nuk duhet të jetë si hecja normale që bën njeriu, po themi me hik shpejt ose kështu. Duhet të jetë hecje uaqar, pra me qetësi dhe I përqendruar në namazin tënd. Dhe këto veprime të tjera që I përmendëm më përpara, të gjitha pra duhet të jenë të tilla. Pra njeriu nuk duhet të flasë. Po themi, ta kapi fëmijë dhe t'i bëj ledha të panevojshme, njeriu nuk duhet të flasë atij personi I cili pra po troket këtë dera, apo të thot një fjalë tjetër shtesë, po themi në lidhje me sobën pse u prishe, apo pse ndodhi kjo. Të gjitha këto veprime pra nuk duhet bëhen. Veprimi që duhet bëhet është të ndalohet dëme dhe rikthehesh në namazin tënd dhe veprimi është I saktë. Për hadithin që e përcjell Aisha radiallahu anha, që tham që namazin e burrit pra ndërpret gruaja, qeni, zi dhe gomari, kanë thënë dietarët, duke qenë në unanimitet
medhebet e të katërta, që është Malik, Ahmed, Shafi'i dhe një transmetim tek Ebu Hanife, se ky hadith ka për qëllim uljen e vlerës, dhe jo shkatrimin dhe prishjen e namazit. Dhe shpresoj që me këtë fjalë, të cilën pra e përsjellin shumica e ulemave, t'jeni të qartë dhe ta keni pra si argument tek ju dhe të qartë për veten e juaj dhe për tjerët. Dhe me kaq që mbyllim këtë temë, nusë Allahun azza wa jalla që të kem qenë i qartë dhe t'jetë e lehtë për ju kuptimi i kësaj teme dhe të bëheni të dobishëm për veten e juaj dhe për tjerët. Amin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an